Juela qëndron e fortë me një buzëqeshje që nuk është thjesht për kamerat, por një reflektim i asaj që ndjen brenda. Largimi nga gara nuk e ka thyer, përkundrazi duket sikur e ka qiruar. Fjalët e saj janë të qarta, të sigurta, pa asnjë pendes, jam shumë krenare. Nuk kam asnjë peng. Jam shumë e lumtur. Dhe kjo nuk është një fjalë e thënë për të shpëtuar momentin. Është një deklaratë force. Sepse të dalësh nga një eksperiencë e tillë pa pengje, do të thotë që ke dhënë gjithçka nga vetja. Nuk ke mbajtur asgjë mbrapa, nuk ke luajtur rol, nuk je fshehur pas maskave. Dhe kjo është një fitore më vete. Ajo flet për energjinë që ndjen tani. Një energji pozitive, një ndjenjë e re që është ynë përpara. Shumë njerëz, pas një eksperience të tillë, do të ndiheshin të zbrazët. Por jo Juela. Ajo duket sikur sapo ka nisur. Unë besoj shumë te puna, thot ajo. Dhe në këtë fjali qëndron thelbi i gjithçkaje që ajo përfaqëson. Nuk është thjesht një ëndërrimtare. Nuk është nga ata që presin që gjërat të vinë vetë. Ajo beson te përpjekja, te sakrifica, te rruga e gjatë që ndërtohet hap pas hapi. Dhe ëndra e saj është e madhe. Nuk ka frikë ta thotë. Do bëhem një këngëtare. Besoj se do të kap Sanremo. Një deklaratë e guximshme. Sanremo nuk është thjesht një festival. Është një nga skenat më prestigjioze të muzikës italiane dhe europiane. Të thuash që synon aty, do të thotë që nuk kënaqesh me pak. Do të thotë që synon majat. Dhe kjo kërkon jo vetëm talent, por disiplinë, përkushtim dhe një besim të palkundur në vetvete. Unë nuk kam prekur limitet, shton ajo. Kjo është ndoshta fjalia më e fortë nga të gjitha. Sepse tregon që ajo nuk e sheh veten si një histori të mbyllur, por si një potencial të hapur. Një rrugë që sapo ka filluar. Dhe në një botë ku shumë njerëz vendosin kufi për veten e tyre, ajo zgjedh të mos I pranojë. Por ndërkohë që flet për veten, ajo nuk haron edhe lojën që la pas. Ajo ka një mendim të qartë për atë që duhet të ndodhë më tej. Unë dua që ta fitoj Rogerti. Një zgjedhje që nuk vjen rastësisht. Rogerti, sipas saj, është strateg. Një lojtar që ka ditur të lëvizë, të mendojë disa hapa përpara, të kuptojë dinamikat e shtëpisë. Por ajo shton edhe diçka tjetër, ai ka dëshirë të provokojë. Dhe kjo është një nga elementet më të fortë të një loje të tillë. Provokimi nuk është gjithmonë negativ. Ndonjëherë është mënyra për të nxjerrë të vërteta, për të testuar kufitë e të tjerëve, për të krijuar situata që zbulojnë karakterin real të banorëve. Juela e kupton këtë. Ajo nuk e sheh provokimin si dobësi, por si pjesë të strategjisë. Dhe ndoshta pikërisht për këtë e vlerëson atë si fitues të mundshëm. Në fund të ditës, rrugëtimi I saj nuk përfundon këtu. Ai thjesht ndryshon drejtim. Nga një shtëpi e mbushur me kamera, në një skenë që ajo e ëndërron prej kohësh. Nga debatet dhe nominimet në nota muzikore dhe performanca. Ajo largohet me kokën lartë. Pa pengje. Me besim. Me një energji që duket se vetëm sa është shtuar. Dhe ndoshta një ditë, kur ta shohin në një skenë të madhe, duke kënduar përpara një publiku të gjerë, do të kujtojnë këto fjalë. Do të kujtojnë këtë moment. Dhe do të kuptojnë që nuk ishte thjesht një deklaratë emocionale. Ishte fillimi I diçkaje më të madhe.